Gjatë 24 orëve të fundit, Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë ka raportuar disa raste të ndryshme që lidhen me shkelje të ligjit dhe incidente në territorin e qarkut. Shërbimet e policisë rrugore në Lezhë referuan materiale në prokurori dhe nisi procedimi penal në gjendje të lirë për një shtetas të mitur 17 vjeç, i cili u kap duke drejtuar automjetin pa qenë i pajisur me leje drejtimi. Në një tjetër rast u procedua penalisht në gjendje të lirë shtetasi DD 54 vjeç, banues në Rrëshen Mirdit. Ai është përfshirë në një aksident rrugor ku pasi ka përplasur një automjet të parkuar dhe ka shkaktuar dëme materiale, është larguar nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Kurbin nisin procedimin penal për shtetasin MK 40 vjeç dhe MD 31 vjeçe, ish bashkëshort banues në fshatin Sangjak. Sipas policisë, për motive pronësie dhe xhelozie, ata kanë ushtruar dhunë psikologjike ndaj njëri tjetrit. Në vijim ndaj tyre është lëshuar urdhëri menjëhershëm mbrojtjeje. Po ashtu referuan materiale në prokurori për vlerësim pas kallëzimit të bërë nga shtetasi NN 60 vjeç, banues në lagjen numër 4 në Kurbin. Ai pretendon se shtetasi GK 62 vjeç ka vendosur një tabel për kryerje punimesh në një sipërfaqe toke që është objekt konflikti gjyqësor prej vitesh dhe aktualisht në përdorim të tij. Materialet procedurale për të gjitha rastet janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.